Shefi i vëzhguesve të OSB Odir për zgjedhjet e 11 majit, ambasador Lamberto Zanier, zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Partisë së Lirisë, ndërsa në fokus ishin problematikat dhe situata në prag të fushatës zgjedhore. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, në një prononcim për media, pas takimit deklaroi se kanë informuar shefin e misionit vëzhgues të zgjedhjeve për arrestimin e paligjshëm të presidentit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ndërsa kanë diskutuar edhe përpjekjet e kryeministrit Edi Rama për të përdorur asetet shtetërore në fushatën elektorale. E informuam ambasadorin Zanier lidhur me izolimin kriminal në ekstrem, pa fakte dhe pa prova penale të presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Meta, izolimi i cili është bërë pikërisht në funksion të zgjedhjeve të 11 majit. Theksuam edhe faktin se ky regjim po bën çdo gjë që të cënojë standardet e këtyre zgjedhjeve. Ambasadori Lamberto Zanier, i pyetur nga gazetarët për arrestimin e Ilir Metës, deklaroi se është e rëndësishme që shteti ligjor të funksionojë me transparencë dhe të jetë depolitizuar. Nuk mund të jap një opinion në lidhje me këtë çështje. Unë sapo kam bëritur në Shqipëri, janë institucionet që do të thonë fjalën e fundit për këtë çështje. Ne i qëndrojmë shtetit të së drejtës, transparencës dhe shtetit ligjor të depolitizuar. Kryesuesi i misionit të OSB Odir deklaroi se do të vjojë turin e takimeve me partitë politike dhe aktorë të shoqërisë civile për të kuptuar problematikat dhe për të vëzhguar ato që më pas do të jenë gjethet e raportit për zgjedhjet e 11 majit.